Mos shkoni te mjeku pa I bërë këto pyetje. Si të përfitoni maksimumin nga vizita juaj mjekësore? A ju ka qelluar ndonjëherë të shkoni te mjeku, të bëni vizitën dhe sapo mbyllni derën e klinikës dhe dilni jashtë të kujtojni: "O, po tani çfarë duhet të bëj? Çfarë do të thoshte kjo analizë? Si ta pi këtë ilaç?" Mos u ndjeni keq, I ndos pothuajse të gjithëve ashtu. Përpara mjekut shpesh jemi në stres. Koha e vizitës është e limituar dhe ne harrojmë gjërat më kryesore. Por vizita mjekësore është e drejta juaj dhe ju duhet jeni menaxheri I shëndetit tuaj. Sot do t'ju tregoj një listë me pyetjet kryesore që duhet I bëni gjithmonë mjekut tuaj për të dalë nga zyra e tij me qartësi të plotë. Nxirrni letrën dhe lapsin dhe shkruani. Gjëja e parë është të kuptoni saktësisht se çfarë po ndodh me trupin tuaj. Kur mjeku ju jep një diagnozë, mos u mjaftoni vetëm me emrin e sëmundjes. Bëni këto pyetje. Pyetja e parë: "Doktor, çfarë e ka shkaktuar këtë gjendje?" Kjo ju ndihmon të kuptoni nëse vjen nga stili I jetës, gjenetika apo diçka tjetër. Pyetja e dytë: "A është kjo një gjendje e përkohshme apo kronike?" Pyetja e tretë: "Çfarë do të thonë saktësisht këto rezultate të analizave?" Mos pranoni thjesht një analiza dolën mirë apo keq. Kërkoni të dini çfarë tregon ajo vlerë e rritur apo e ulur. Pyetjet rreth trajtimit të ilaçeve. Tani kalojmë te pjesa më delikate. Trajtimi. Kur mjeku ju mbush recetën përpara se të shkoni në farmaci, bëni këto pyetje jetike. Cilat janë efektet anësore më të shpeshta të këtij ilaçi? Duhet ta dini që të mos panikoheni nëse ju dhem pak stomaku apo ju merren mend. Si dhe kur duhet ta marr këtë ilaç? Para ushqimit, pas ushqimit, në mëngjes apo në darkë? Kjo ndryshon plotësisht efikasitetin e tij. Çfarë ndodh nëse unë harroj të marr një vakt apo një dozë të ilaçit? A ka ndonjë ushqim, pije apo aktivitet që duhet ta shmang gjatë këtij trajtimi, gjatë marrjes së këtyre ilaçeve? Për shembull, disa antibiotik nuk tolerojnë qumshin apo diellin, ndërsa lëngu I qitros bllokon shumë ilaçe të tensionit. Pyetjet për hapat e radhës. Së treti duhet të keni një plan për të ardhmen. Mos ikni pa pyetur. Kur duhet të ndjej përmirësimin e parë? Nëse mjeku thot për 3 ditë dhe ju bën 7 ditë pa asnjë ndryshim, e dini që duhet të ritestoni trajtimin. Cilat janë shenjat e alarmit që tregojnë se duhet të ju kontaktoj menjëherë ose të shkoj në urgjencë? Kur duhet të bëjmë vizitën e radhës apo analizat e kontrollit? Një këshill bonus: nëse mjeku ju propozon një ndërhyrje apo një ekzaminim të shtrenjtë invaziv, mos nguroni të pyesni: a ka ndonjë alternativë tjetër më pak invazive, ose çfarë ndodh nëse zgjedh të pres dhe të mos e bëj këtë tani? Dhe këshilla e fundit. Këshilla ime e fundit për ju është kjo: shkruajini pyetjet në telefon ose në një letër përpara se të hyni në klinikë. Kur jeni brenda, nxirreni letrën pas një turp. Mjekët e mirë e vlerësojnë jashtëzakonisht shumë një pacient të informuar dhe të organizuar. Nëse ju pëlqeu kjo video dhe mendoni se këto 10 pyetje do t'ju ndihmojnë në vizitën e radhës, na mbështesni me një like. Shkruani në komente: cila është pyetja që ju harroni gjithmonë pa I bërë mjekut? Mos harroni të bëni subscribe për më shumë këshilla praktike shëndeti. Kujdesuni për veten dhe shihemi në videon e radhës.